ka ndodhur që të kemi intervistuar edhe personazhet të cilët kanë bujën e momentit, pavarësisht se tek lajmet këto vinë më pak, në studion e lajmeve këto vinë më pak, kjo eksperiencë mund të jetë më e pasur edhe në qasjen e një emisioni i cili trajton gjithë dinamikat e përditshme, siç është emisioni që drejton ti apo ke drejtuar në të gjithë vitet. Në kontakti me këtë dukuri ka qenë më e prekshme prej teje. Por unë dua të sjell në vëmendje personazhe të cilët dukjen dhe eksperiencën e kanë aty, po themi Ermonela Jaho, Sajmir Pirgu, nuk kanë nevojë të bëjnë skandale për qenë në vëmendjen e publikut apo të pëlqyer, Eda Zari, ose po marr nga fusha e mjekësisë, kemi pasur mjekun e famshëm popullor në cilën pamja praktikisht nuk shqetësonte fare në raport me atë që duhet thoshte dhe asnjë nuk e shikonte, vetëm e dëgjonte çfarë duhet thoshte. Vetëm dëgjonte. Ndërkohë që sot dukuria e kafes, kur një iri i cili sapo ka filluar një punë dhe ekonominë nuk e ka, po blen iPhone-in e fundit, apo ai paradoksi i Benz Mercedesit në Shqipëri, që nëse nuk e kishe këtë makinën kështu, si dukuri sociale nuk mund të cilësohesh si i vlefshëm, ndërkohë që shtëpinë mund ta kishe duke të rënë në tokë.